ky kontekst lokal nuk është më i mirë dhe për këtë arsye ka ekzistuar nevoja për një projekt të tillë dhe për një angazhim të tillë, siç e dini të gjithë, problemet me punën e policisë ekzistojnë në këtë rend qysh nga viti 2020. Pastaj në vitin 2002 me dorëheqjen e përfaqësuesve të serbë të policisë, largimi tyre nga institucionet dhe deri më sot kemi një periudhë që është përmirësuar situata megjithatë në mënyrë shumë të gatshme. Ne si ACDC që nga fillimi kemi vendosur që nuk është punë e jona të zgjedhim se kush do të jetë në institucione, por obligimi jonë është që të bashkëpunojmë institucione pavarësisht se kush gjendet në këto institucione dhe nga këto ndryshime ne kemi pasur bashkëpunim me policinë, më së shpeshti një bashkëpunim të mirë, kemi punuar në atë që t'i lidhim qytetarët me policinë, kemi organizuar takimet të qytetarëve dhe policëve ku kanë mundur të shfaqin problemet e tyre, pastaj takimet me qytetarët dhe inspektoratin e policisë, për shembull njerëzit që kanë pasur probleme me policinë kanë mundur ta vazhdojnë atë procedurë me inspektoratin. Gjithashtu kemi organizuar takime të qytetarëve me institucione gjyqësore dhe një qendër e këtij e cila do të punojë në monitorimin e policisë është një hap logjik në vazhdimin e këtyre aktiviteteve dhe shpresojmë se që do të vijë një kohë ku do të jetë një vend ku do të mund të zgjidhen problemet. Përveç monitorimit të punës së policisë, e cila do të zhvillohet në veri të Mitrovicës, planifikojmë të organizojmë edhe ngjarje të këtilla ku do t'i prezantojmë rezultatet si dhe ngjarje ku do t'i bashkojmë policinë dhe përfaqësuesit e institucioneve të tjera me qytetarët në një debat të hapur e cila nuk do të jetë për gazetar apo për media, po do të jetë për zgjedhje të problemeve. Shpresojmë që projekti do të realizojë këtë qëllim, po shkon më ngadalë se sa që kemi pritur, por mendoj që do të kemi përmirësime me hapa më të shpejt dhe do t'i arrijmë rezultate më të mira dhe do të përmirësojmë atë që është e rëndësishme për neve, kjo është besimi i qytetarëve në punën e policisë, se përderisa nuk e kemi këtë besim, as policia nuk mund të funksionojë siç duhet, ndërsa qytetarët nuk ndjehen të sigurt. Momentalisht ky besim nuk është në nivelin më të mirë se QCK dhe për këtë arsye kjo qendër është e nevojshme dhe shpresoj se do t'i kontribuojmë kësaj. Na në Kosovë e kena këtë mundësi mas shumti për shkak se këtë mundësi po e qetë në praktik policia e Kosovës, e cila megjithatë unë krenona që është polici edhe këte po foli pasi njerin që i kemi këtu, na si Berm bashkëpunojmë me Vetënol Shonin që sot është policia e Kosovës, e ka qenë edhe para pavarësisë së Kosovës pjesë e policisë, prej 2004-ës, mu kujtu që kemi bo projekte për inkuadrimin e publikut në ngritjen e vedijes për qarmatosjen edhe dorëzimin e armëve. Pse është kjo e mundun? Për shkak se është polici e trajnume në mënyrën e policimit perëndimor, jo polici e trashëguar prej ish Jugosllavisë, e cila e përjeton policimin si diçka që nuk o për komunitet, por është për dorë të shtetit me shërby. E në fakt, mënyrën që shë trajnu policia e Kosovës është që duhet me qenë me ofru siguri për qatë komunitet edhe për qatë e kur o maru policia e Kosovës është trajnu. Njerë si vetoni janë trajnu nga polis përendimor me pas komunitetin mas vetit. Gjithmonë me pas komunitetin mas vetit edhe në kohë të menjerët pas luftës cilat kanë qenë edhe matrona se kohët e sotme të Mitrovicës. Do me thonë, duhet gjithna me e njoftë që të moment që po ndodhë në Kosovë, i qmoj që ta 3 aktorë bashkësinë ndërkombëtare, por edhe policinë e Kosovës që keni që me krejt hezitime që munën imi pas, e që ju e dini që na kena mi pa gjana që shdojmë na kena mi pa gjana që menojmë na që është e vërteta, na kena me shkryj që ka shohim, edhe ju na thirni me gjithate e keni pranu që në tensionet caktume, kur së mundësh situatën me parashiku që ka me ndodhë, ju e pranoni
një partner tjashtëm që është një ekip multietnik. Faleminderit për startin, nëse njeti është i mirë, menoj që fundi ka me na dalë mirë. Nuk do me thonë që s'kena me pas mos pajtime dhe probleme, por njeti qëllimin po e shmoj shumë faktin që keni pranu. Asnjë policie rajonit, po du me deklaru, nuk ka ardhën që të pikë sa me pranu gazetarët me ardhë me ta në aksion. Është privilegj për mua që të jem prezent në lansimin e këtij projekti. Përgjithësia llogaridhënia në veprim synon që të rrisë transparencën, llogaridhënien dhe gjithë përfshirjen brenda kornizës së Kosovës, kornizës së sigurisë publike në Kosovë. Konsolidimi i paqes në një mjedis konflikti varet jo vetëm nga stabiliteti i institucione, por varet edhe nga besimi që ka publiku. Mirëbesimi mes qytetarëve dhe institucioneve të rendit është themeltar për qeveri demokratike dhe për sundimin e ligjit. Kur komunitetet ndjehen të lënduara, kur ndjehen të dëgjuara dhe të fuqizuara, shoqëritë bëhen më të pathyeshme. Prandaj, Zvicra ka krenarin që të mbështes iniciativa si kjo, të cilat promovojnë bashkëveprim pozitiv mes shoqërisë, mes qytetarëve, shoqërisë civile dhe autoriteteve të rendit. Zhvillimi dhe lullëzimi i një vendi kërkon pjesëmarrje të komuniteteve, mirëkuptim të përbashkët dhe ndjenjë sigurie. Kjo iniciativë nga organizatat partnerët tonat, BIRN dhe ACDC, demonstron një mentalitet përparimtar, një mentalitet i cili e njeh transparencën si themel i besueshmërisë institucionale. Llogaridhënia është një gur themel i shërbimeve publike. Duke ndihmuar dialogun, bashkëpunimin dhe përfshirjen e komunitetit, kjo shtron rrugën për veprim nga ana e qeverisë. Monitorimi i mirëfillt i institucioneve përmirëson dhe forcon besimin qytetar. Qasja e bazuar në komunitet dhe multietnike përforcon idenë se siguria publike është përgjegjësi e përbashkët dhe se diversiteti mund të promovojë bashkim. Zvicra mbështet iniciativat lokale, cilat promovojnë vlera demokratike dhe integritet shoqëror. Megjithatë, suksesi i këtyre përpjekjeve varet nga zotimi, profesionalizmi dhe bashkëpunimi i të gjitha palëve me interes. Ne duam që të shprehim një lëvdat për organizatat e shoqërisë civile dhe për policinë dhe për publikun, për përfshirjen, për interesimin për të përfshirë në këtë projekt. Kjo tregon gatishmëri për transparencë dhe dialog të hapur dhe se kjo ndihmon që të ulen përçarjet dhe të trajtohet çdo qytetar në mënyrë të barabartë. Presim me padurim të shohim rezultatet e para të kësaj qasje inovative, të këtij projekti inovativ dhe ju dëshirojmë çdo sukses. Faleminderit. Në këto kohë me sfida në cilat po jetojmë, të ketë besim mes institucioneve dhe qytetarëve është gjë shumë me rëndësi, më shumë se kurrë. Stabiliteti dhe rendi varen jo vetëm nga puna e institucioneve, por edhe nga besimi që qytetarët kanë në to. Njëkohësisht, ky besim duhet të shkojë krah për krah me përgjegjësinë e përbashkët të gjithë anëtarëve të komunitetit për të respektuar sundimin e ligjit dhe për të mbështetur institucionet që i shërbejnë interesit publik. Ambasada e Mbretërisë së Holandës me krenari e mbështet këtë projekt, i cili synon që të përforcoj bashkëpunimin, të zgjeroj transparencën dhe besimin mes policisë të Kosovës dhe komunitetit cilit i shërbejnë ata. Përmes këtij projekti, përmes kësaj kornize
Dhe përmes kësaj zyre, ne sot po e lansojmë një projekt ku organizatat e shoqërisë civile do të monitorojnë veprimet e policisë dhe përmes rekomandimeve konstruktive, duke informuar edhe publikun me raporte periodike. Në themel, kjo iniciativë ka të bëjë me përforcimin e raportit mes institucioneve dhe komunitetit të cilit i shërben ato. Besimi nuk ndërtohet vetëm me fjalë, por me të qenit i hapur, me transparencë dhe me bashkëveprim të përditshëm. Dhe është shumë e rëndësishme ta themi se kur institucionet lejojnë që publiku të mund të shikoj punën e tyre, atëre ata me këtë demonstrojnë besim në profesionalizmin e tyre dhe zotim për vlera demokratike. Dhe në këtë aspekt, unë dua t'i uroj policisë së Kosovës për gatishmërinë e tyre që të bëhen partner në këtë projekt, në këtë ndërmarrje kaq të rëndësishme. Njëkohësisht, komunitetet kanë gjithashtu rol të rëndësishëm që të angazhohen në mënyrë konstruktive me institucionet, të respektojnë sundimin e ligjit dhe të kontribuojnë një kulture të llogaridhënies së përbashkët dhe bashkëpunimit. Iniciativat si kjo na rikujtojnë se stabiliteti afatgjatë dhe mirëkuptimi reciprok ndërtohen përmes partneriteteve mes autoriteteve publike dhe qytetarëve të cilave ju shërben ato. Ju dëshiroj një fillim shumë të mbar në këtë iniciativë të rëndësishme dhe pres me padurim të shoh impaktin pozitiv të saj. Dhe si një fjalë e fundit, dua të them se Zvicra dhe Holanda ndoshta duken si dy shtete shumë ndryshe nga njëra tjetra. Zvicra ka male, Holanda është krejt e rrafsht, por na kemi det, Zvicra s'ka det, por paka shumë jemi shtete të madhësisë së njëjtë dhe kemi mentalitet paka shumë të njëjtë. Dhe prandaj edhe jemi bashkuar një iniciative si kjo. Ju faleminderit shumë. Fillimisht kur kemi ardhur në këtë vend, ne kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me mediat, për cilat i falenderojmë shumë sepse ata kanë qenë drejtare e jona për tek qytetarët në këtë vend. Kemi kaluar për shumë sfida, kemi kaluar për shumë veprime të ndryshme që ne i kemi bën në veri të vendit. Ne konsiderojmë që shtimi një partneri shumë të rëndësishëm këto si OJQ që jeni ju edhe si media në fakt, për neve është një added value, një vlerë e shtuar për neve. Me siguri që drejtori i përgjithshëm i policisë e ka marrë vendimin edhe ka nënshkruar marrëveshjen me ju dhe na veç kemi zbatu. Do të mundohemi me zbatu sa më mirë, në fakt ne veç dje kemi nisur një farpune me Krishnikun edhe me OJQ-n ku në patrullimet përbashkëta, në patrullimet tona që ne kemi pas në ofër neve edhe përfaqësues të juj, e kemi thyer akullin kështu me çujt pak, po me siguri që kemi më pas ditë interesante në kohënat që do të vinë në të ardhmen. Ju e keni një partner këtu përballë, ju jeni partner tonë dhe ne jemi partner të juj, edhe nëpërmjet juve me siguri që do ta kuptojnë edhe qytetarët se puna e policisë nuk është në fakt edhe shumë e lehtë. Sidomos kur kemi të bëjmë me ndonjë veprim për cilin ndoshta nuk është mirë që ne më ndërhy, po duhet më ndërhy sepse gjithkund në Kosovë, gjithkund në botë ndodhin që ne me pas urdhra arreste dhe pastisje dhe kontrollat ndryshme, po do të jetë me benefit që ju t'jeni afër neve edhe të shihni vetë se si ne i kryjmë disa punë. Faleminderit shumë.